Përshëndetje gjithëve, unë jam profesor Kledi, tani do shohim një qetje Meat Fate hap pas hapi, hajde të realizojmë së bashku. Në qetjet Meat Fate zero nuk bëhet as lart dhe as poshtë fare, por siç e kemi lënë si në mes. Unë zolla makinat e markës Rovra dhe do e shihni vetë cilësinë në fund. Si mbarua me zerën e ime, tani është rradha e 0.5, si është makina me levën hapur, që do ecim afër një gishtë, gjithmonë në fund me dalje. Pasi mbarua me 0.5, tani është rradhë të heqim të vizën poshtë, që dhe heqim me 0.3 deri në gjysmë dhe 0 viza që ngelet në fund. Për të testuar më mirë këto makina, do i shohim tek kër makinë, sepse këtu është dënësi flokës dhe do e shohim a e pret kollaj makina apo. Pasi mbarojmë edhe me kër makinën, tani do përdorim ndërmjetësuesin e vogël për të hequr këtë vizën e hollë që na ka ngelur.
Pasi mbaruar me pjesën e fejtit, tani është rradha e flokëve lart. Mbaruar me dritije të flokët lart, tani është rradha e kontureve. Tani do merrem me stilimin e flokut, u kam zgjedhur pudra e markës Laurenti për të stiluar flokët. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë të YouTube, gjithashtu edhe follow në rrjetet tona sociale.